Kryetarja e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini ka mbledhur këtë të martë në institucionin kryesor të qytetit kryetarët e njësive administrative. 4 kryetarët e njësive në Vlorë janë pritur në bashki nga Mersini për të diskutuar për situatën e shkaktuar nga reshjet, por edhe problematikat të cilat shkaktoi moti i keq, por edhe përmbytjet nga dalja e Vjosës nga shtrati. Krerët e njësive administrative qendër, Shushic, Orikumi dhe Novosela kanë zhvilluar një takim të gjatë për të diskutuar me kryetaren e Bashkisë së Vlorës, siç shihet edhe nga pamjet e filmuara nga televizioni 6+1 Vlora. Genard Fegaj i njësisë administrative qendër, Kanan Shakaj, kreu i njësisë administrative Novosel, Birça Aliaj, kryetari i njësisë administrative Shushic, largohen pas mbledhjes nga institucioni kryesor i qytetit. Diskutimi i tyre vjen pas një situate të rënduar të reshjeve që prekën qytetin, duke shkaktuar një sër problematikash në njësitë administrative. Diskutimi sigurisht është përqendruar më tepër tek njësia administrative Novosel, si një ndër njësitë më të prekura nga përmbytjet, edhe për shkak të daljes së Lumit Vjos nga shtrati. Përpara kryetares së bashkisë, kryetarët e njësive kanë bërë së pari bilancin e përmbytjeve, duke treguar dëmet, problematikat që këto të fundit lanë pas. Gjithashtu janë diskutuar edhe masat e marra, duke përqendruar bisedën kryesisht në masa që mund të ndërmerren në vazhdimsi, projekte që mund të jenë zgjidhje për njësitë administrative që të tilla situata emergjente mos të përsëriten më. Diskutimet janë përqendruar më tepër në projekte që mund të ndërmarrë Bashkia Vlorë për ta ndryshuar këtë situatë, por edhe në diskutimet, por edhe mbi projektet që mund t'i propozojnë qeverisë për në vazhdimsi për të përmirësuar gjendjen e njësive administrative, por nuk kanë mbetur pas as diskutimet për një sër problematikash të cilat i vuajnë këto njësi çdo ditë. Krerët e njësive kanë bërë edhe një relacion për mbledhje të shumë problemeve të cilat janë prezente në këtë zona. Probleme këto që shqetësojnë banorët, si ujë i pishëm, vaditja, menaxhimi i tokave bujqësore, certifikatat e pronësisë apo edhe mungesa e infrastrukturës, për të parë se cilat janë domosdoshmëritë me emergjente të banorëve të zonës, të cilat duhet të zgjidhen me patjetër në vazhdimsi për të përmirësuar jetesën. Siç mësohet, është diskutuar dhe mënyra se si në të ardhmen mund të bëhet më mirë, duke ndalur diskutimin tek problematikat në zonë më shqetësuese, për të parë zgjidhjet e mundshme që mund të jepen për përmirësimin e problemeve nga pushteti lokal, por edhe mënyra e menaxhimit të këtyre njësive, realizimi i punëve publike aty, shërbimi ofruar tek qytetarët dhe deri tek ankesat që kanë banorët e këtyre zonave.